eksperiencën e saj në Big Brother e lirë, pa pasur mendjen tek i dashuri dhe do ta jetoj si TV. Shumë duket. Pa, përshëndetje. Përshëndetje. Po flasim. Digja, unë e kam me vërtet një tip që më mërzisin shumë këto gjëra. U mërzite? E di për çfarë mërzitem, jo për fjalët e pastaj, po për çfarë mund, po si ka mundësi mër burr që mbas 2 vitesh ti akoma s'më njeh mua. Do me thënë, si ka mundësi dhe këto janë gjëra, do me thënë që... Dini, po t'ja thot italisht më mirë. Po, mund këto fjalë t'ja thuash italisht, se po besoj që Angelo, nëse në këto momente nuk është duke na parë, po besoj që na po na sheh, do ta shohim më pastaj. Shumë shkurt, lutem. Po, la cosa che mi dispiace di più è che veramente dopo 2 anni, e sai molto bene il tipo che sono io, te ne esci con una cosa simile. È triste, prima di tutto capisco che tu non capisci l'albanese e non puoi guardare tutto il giorno Big Brother, ma perlomeno se tu sapessi e vedessi potevi capire di cosa si parlava. Però purtroppo questo qui è un gioco dove bisogna giocare e forse questa è anche parte del gioco del flirtare e dire auguri alla nuova coppia, ma sposatevi, trovo veramente che sia... Di poco gusto, soprattutto per una persona che non può replicare e non può spiegarti, oppure che dovresti capire. Mirë, Linda. È un gioco di strategia, comunque. Po. Linda, ftoj të kthehesh tek banorët e tjerë. Si? Ftoj të kthehesh tek banorët e tjerë në Po, living. digja, mund të them diçka? Po, Mirë që unë kisha haruar çfarë ditë është sot. 21 nëntore premte. Po, për mua e di çfarë do ishte surpriza më e bukur në botë. Më kishte gjetur atë